Gjykata e Tiranës ka lënë në qeli 61 vjeçarin Barzul Fusha, autori grabitjes me armë zjarri të një banke të nivelit të dytë në kryeqytet. Në seancën e masës së sigurisë, biznesmeni i ndërtimit nuk ka dhënë asnjë deklaratë përpara tokave të zeza. Ai është shfaqur në gjendje të rënduar dhe i penduar për krimin e kryer. Por nga ana tjetër, avokati i tij ka thënë në seancë se Fusha ka vepruar në kushtet e një presioni të rënd financiar për shkak të detyrimeve të papaguara ndaj punonjësve të tij, si dhe borxheve që kishte. Sipas tij, biznesi 61 vjeçarit po kalon një krizë financiare, çka ka rënduar më tepër situatën personale dhe psikologjike. Madje avokati ka kërkuar edhe një ekspertizë mjekësore të shëndetit mendor të klientit të tij. Referuar dëshmisë që ka dhënë Barzul Fusha me njëherë pas arrestimit, ai ka thënë se ka borxhe afro 70.000 euro. 61 vjeçari sapo parkoi makinën e tij, fillimisht u fut në një kafe ku qëndroi pak minuta, më pas është futur brenda bankës ku në çantë kishte fshehur Kalashnikovin. Pasi qelloi një herë në dysheme, arriti që të marrë nga arka bankës afro 8 milion lekë të vjetra dhe sapo tentoi që të dilte nga banka, u arrestua me njëherë nga efektivet e komisariatit numër 2.